E tani rikthehemi në studio pas këngës bukur të Elgi Dodës, e tani do vazhdojmë edhe me një material të përgatitur nga kolegja ynë nga Tirana, korespondente Luljeta Ndoka, e cila ka përgjetur një temë shumë interesante, një temë shumë të fuqishme me një mesazh shumë të bukur, se shumë shpesh gratë janë të detyruara të zgjedhin edhe zanate burrash, se edhe pse thuhet se nuk ka zanate të dalluara, për mua ka zanate për burra dhe për femra, sepse unë gjithmonë e shoh qenjen femërore si një gjini më të butë dhe më të dashur, dhe gratë që kanë qenë të detyruara të zgjedhin zanatet e burrave, cilat janë sfidat e tyre, cilat janë pasojat e tyre, si e kanë përjetuar ato gjithë këtë rrugtim të tyre. Këtë e ka përgatitur Luljeta Ndoka dhe është një material shumë i bukur të shikohet, ja vlen. Andaj ju ftojmë që ta ndjekim këtë kronikë në vazhdim dhe pastaj rikthehemi në studio për të vazhduar edhe me kronika tjera shumë të bukura, të cilat edhe i kemi risi për sot për herë të parë në emisionin tonë. Vazhdojmë. Po kam hymë punë, ere i kam qenë, kur kam hyë e kam pas një usta aty, që më tha, a ti vajzë, se ke arë këtu, zanati ju është për ropa qepsi, jo për radioteknike. Edhe mu pa të fiksu kjo fjalë, kështu që ju përkushtova, zgjodha zanatin e riparim radiove, edhe i kam bo ballë për gjithçka. Në ditën e parë të punës, Aishet Lukovit ju vu në dukje se do të ishte më mirë që të bënte ndonjë punë grash dhe jo radioteknike në ndërmarrjen e riparim shërbimeve në Kukës. Kjo ishte përballja e saj e parë me realitetin që paragjykonte gratë që zgjidhin punë burrash. Në kolektiv ka pas edhe vajza tjera, mbi 10 vajza kemi qenë. Po pastaj jo ikën e kështu, unë ngejla këtu me gjithë 2-3 gratë tjera që kam pas shoqe. E lindur nga prindër jo zanatçin, Aisha 15 vjeçare aso kohë tërhiqej nga ndërthurja telave, që bënte një radio të transmetonte programet e kohës. Këtë profesion e kam zgjedh qysh kur kam qenë e vogël, kisha qef. Shifsha radion që kisha në shtëpi, a do të bëhem një herë teknike. Unë prindrit i kam pas jo fanatik, babin e kam pas shef tregtie, kurse nanën e kam pas guzhinjere në tregti. Vllai është piktor Muhamet Kërpaçi, kështu që nuk ka pas mentalitet nga familja ime. Për herë të parë, si radioteknike, kam filluar me 1 nëntor të vitit 1970. Kam pas ustallar Cendomin dhe Halil Cenën. Bëna kursin, pas 1 viti, dolëm si teknike. Orari ishte strikt. Në 7 mëngjesit të puna duhet t'jesh. Me vështirësi ja kam dalë. Sa të puna, sa të shtëpia. Shqiptarët që kanë jetuar gjatë viteve 1970 dhe 1980 janë rritur duke dëgjuar radion. Qysh herë, qysh në Kukëzitër ku ka qenë, qysh në 50-ën baba im e ka pas radion. Më ikonikja ishte Radio Iliria, prodhimi ndërmarrjes së radiotelevizorëve të Durrësit. Ajo punonte edhe me bateri duke i dhënë mundësi brezit të atëhershëm ta merrte kudo me vete. Ka qenë një Radio Iliria që ka qenë e riparim e Durrësit, ka qenë e ka pas prodhuar Durrësi. Kanë qenë radio tjera, Mimoza, 25 vjetori, plot tjera, plot, Figaro, Orione, shumë, po punë ka pas. Aisha tregon se për të riparuar ato modele dhe të tjerat në treg, nuk vinin vetëm banor të Kukësit, por edhe të qyteteve të largëta. Kemi qenë përkushtuar se ishin edhe klientat larg, makina s'ka pas furgona, kështu që
u munojshim që t'ja munojshim mrenaditës. Edhe ato dilshin të kënaqshëm, edhe ne si punë që bëshim dilshim të kënaqshëm. Kënaqësia e madhe ishte shumë e mirë kur e merr në dorë radion, edhe të hec, ja gjen defektin me njëherë, kënaqësi më e madhe s'kishte ku më shku. Ka qenë edhe me përgjithësi. Si jo një lidhje gabim, jo një fije gabim e lidh të ngelte në dorë radioja. Ju kam nejtu sallarëve mrapa. Shifsha e shënojsha në fletore se qatë defekti ka. Edhe atëherë ishte, kush kishte radio, si kur kishte në gjatë madhe. Jemi marrë dhe me televizora, me radio, me bateri që kanë qenë tranzistore, ka pas tulish, me lampa kanë qenë, jemi marrë dhe me të. Kemi riparu, gjithçka. Edhe rezistenca që vishin fornella që kanë pas për para, jo në fornell kafe, jo në kështu, i ndreqim. Ka qenë një usta Cendomi, a i pat marrë iniciativë do të montoj një televizor Iliria. Me lampa ka qenë, e montoj, e bë, i dhanë mjeshtër. Në vitet 1990 teknologjia përparoi, radio kaloi në plan fundor pasi të gjithë vëmendjen e mori televizori. Ishte koha kur tingulli i radios së transistorit mbeti kujtim nostalgjik. Deri në 2010 unë kam qenë aty në profesion. Deri në 2010. Bilem sot e kësaj dite më kërkojnë ku është ajo teknikja, ajo shëra që ta ndajqim një mjet, një radio, një diçka. Tash ka përparu, shkenca ka përparu shumë, tash kam dalë televizora ndryshe, gjithçka ka përparu. Nga ajo koha i sqaruan ende disa nga mjetet e punës, që i shërbyen për 45 vite më radh. Ky është aparati në vitin 1970, kur kam fillu, ma ka dhënë përgjeci këtë aparat e këtë tani. Edhe qysh atere, unë aparatin këtë nuk e fugi. E ke rujtë si kujtim? E kam rujtë si kujtim, derisa atjem ky aparati nuk zhduket. E kam nostalgji. Ky është aparati. Tjetër, jam disa vegla. Që ke rujtë si kujtim të punës? Që kjo pinca është qysh atere. Qysh 70-ën? Qysh në 70-ën, nuk i hupi, nuk i kështu, që edhe këto kaçavida që kanë qenë. Për me marë. Që edhe këto kaçavidat kështu. Janë, këto që nuk i hupi, i maja aty me një plasmas, nuk kam nostalgji për këto. Që edhe kjo instrumenti kështu. A i shesh me shirë, a i rikthesh të në përshemë kur i momente, ku kujton se i kontrolon e ishtë? Për nevojat e mia personale, për një fije që më këputet diku me një kështu, e marrë në gjesë edhe riparoj. Për nevojat e mia personale. Po, të familjes. Familjes, kështu që tash i paka shumë e kam lanë. Se sa do pleqëria. Një farë të gjiste në këtë ije. Po dhe pak edhe për elektrikun jam marrëvesh. Profesioni është shumë i mirë, se thojnë, zanati pasanik nuk bëjnë, po pa buk nuk të lenë. Pishman asnjëherë. Më ka hec edhe ja kam dalë shumë banë. Më ka hec shumë mirë. Pishman nuk jam fare. Edhe gëzojt pensionin tash. Jam shumë e kënaqshme, kam 3 mbesa e 2 nipa, gëzohem shumë, pleqëria mbar. Nuk është ka që mbar pleqëria për 76 vjeçare në Mrika Froku. Ajo bën çdo ditë 4 kilometër rrugë në këmbë për të kullotur bagëtit.
Me bakti merë mund që në prishin e sistemit të 35 vjetë. E takojmë nën Mrikën rrugës së Kalas teksa shtekton me tufën e dhive drejt malit për të gjetur kullota. Vitet që mban mbi supe nuk ja kanë zbehur pasionin, as fuqin, sepse siç thot ajo forcën e gjen tek natyra dhe ajri i pastër. Për të kullot bëj 2 kilometra larg për të ushqie bakti nëna që në të malin, quhet mali Shnaprenës. Ja u kam dëgju. Sepse unë jam në rrugtim për të shku atje. Vin dark. Pa buk. E zhveshore më shite si më shef, më shkruan. Jo vetëm radioteknike, baresha, por ndrejqëse, por edhe tornitore, ajustatore, elektriciste e shumë të tjera të cilat erdhën si rrjedhoje periudhës së sistemit komunist. Të tilla zanate burrërore gratë jo vetëm ja dilnin t'i përvetësonin shpejt, por i shndërronin dhe një pasion që zgjaste për gjithë jetën.